Skandalet e Belinda Ballukut shkarkohen dy zëvendës ministri e MIE, caktohen zyrtarët e ri të ARSH dhe KESH. Nga akuzat nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera, institucionet e Autoritetit Rrugor Shqiptar ARSH dhe të KESH-it kanë pësuar ndryshime të rëndësishme. Gentian Gjyli, i cili është marrë i pandehur nga SPAK dhe aktualisht ndodhet në arrest shtëpie me vendim të gjykatës posaçme kundër krimit dhe korrupsionit të GKK, është larguar nga drejtimi i ARSH. Në vendin e tij është emëruar Ami Kozeli, i cili më parë ka shërbyer si zëvendës kryeministër infrastrukturës dhe energjisë. Ndërkohë, Viola Xhiademi është emëruar në krye të KESH duke zëvendësuar Eral Delezin, i cili gjithashtu ndodhet në arrest shtëpie akuzuar për shkelje të barazisë në tendera. Xhiademi ka një përvojë të gjatë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, ku ka shërbyer si drejtoreshe e kabinetit ministres dhe që nga viti 2019 si sekretare e përgjithshme, sa kaq që nga detyra si zëvendës ministër në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. U shkarkua edhe Besian Kadiu. Pavarësisht këtyre lëvizjeve si Xhiademi, ashtu edhe Kozeli do të jenë ende në varësinë e zëvendës kryeministre dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, e cila po ashtu akuzohet nga SPAK, i cili kërkon edhe autorizimin për arrestimin e saj. Sipas SPAK, drejtori KESH Eral Delezi akuzohet për shkelje të barazisë në tendera për dy projekte me vlerë 210 milion euro, tunelin në Llogaras dhe lotin 4 të Unazës të Madhe. Ai ka qenë gjithashtu drejtori i drejtorisë së planifikimit strategjik dhe operacioneve në ARSH për tenderin e Llogaras dhe antar i komisionit vlerësimit të ofertave për tenderin e Unazës të Madhe.